Kryeministri Edi Rama ishte sot i pranishëm në Bread and Heart Festival, një ngjarje e re europiane që bashkon në Tiranë mbi 150 arkitektë të mirënjohur ndërkombëtar nga Europa, Azia, Amerika Veriore dhe Jugore, të cilët punojnë në Shqipëri së bashku me partnerët e tyre lokal. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë lidhi këtë ngjarje me simbolikën shpirtërore të Bajramit, duke cilësuar festivalin si një bajram të shpirtit dhe një hap përpara në rrugën e ëndrave të përbashkëta. Ditën e sotme 6 qershor, besimtarët mysliman festojnë Kurban Bajramin, një nga festat më të rëndësishme në Islam, e cila festohet në mbar botën. Sot është Bajram, një ditë e shenjtë festë kombëtare që pritet nga të gjithë shqiptarët pavarësisht besimit të tyre. Është një ditë e rënjosur në një histori që u përket myslimanëve, të krishterëve, hebrejve dhe mbi të gjitha, kujtesës së përbashkët shpirtërore të njerëzimit. Një histori që rrugëton në kohë, besime dhe gjeografi dhe mbrin me një rëndësi të patjetërsueshme të asaj ku jemi sot. Të gjithë e dimë, Shqipëria nuk është një vend që tërheq arkitektët më vizionar të botës me para dhe shkëlqime. I tërheq me një gjë më të vështirë: besimi i përbashkët në realitetin e një ëndre dhe besimi që mund të mbartet jo vetëm këtu. Diçka plot jetë, e papërsëritshme, diçka e lirë nga komforti rregulloreve. Ky festival është një bajram i shpirtit, një akt i hedhjes së hapave përpara. Kjo bërje bashkë një nisje të re dhe një ditë të shenjtë mirakeq. Nuk besoj në rastësi. Ju ftoj të gjithëve të ndjeni lidhjen mes kësaj dite dhe kësaj aventure të re për ta marrë këtë konvergjencë jo si rastësi, por si bekim. Emrin e festivalit e përshkroi kështu: jemi këtu për të vënë një bazë shumë të fortë, si një katalizator në një shoqëri që duhen rinegociuar marrëdhëniet. Kemi gjetur një emër për hapësirën që kemi nisur të krijojmë. Festivali Bukë dhe Zemër. Kjo shprehje është rinia e shenjtë e shqiptarëve, një kod nderi për të mirëpritur udhëtar të huaj, jo më pak se bukë për stomak, krip për shije e çka ka më rëndësi, zemër.